Të nderuar të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat ja kanë ndriçuar besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Pra, me këto ligjërata nga ky libër jetojmë me porosit dhe mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na bëhet më i afërt ai dhe mësimet e tija, dhe kalojmë çaste dhe momente duke përmendur dhe përkujtuar momente apo raste historike nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij të ngushtë, sahabët e tij. Jemi në kapitullin e dhënjes së mundit dhe përpjekjes, babul mujahadati, hadithi i 109 që nga fillimi i librit, apo hadithi 15 në këtë kapitull, ku Imam Neveviu rahimullahu taala thot: An Anas radiyallahu anhu qal: غاب عمي أنس ابن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لأن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 89 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشبائه من المؤمنين رجال صدقوا ما آهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إلى آخره، متفق عليه. Thot Imam Neveviu rahimahullahu taala, na tregon Enesi radiallahu anhu, i cili thot: Agja im Anas ibn Nadhr radiallahu anhu mungoi në betejën e parë që kishin muslimant me idhujtar në betejën e Bedrit. Edhe tha: o i dërguari i Allahut, mungova në betejën e parë që e kishim me idhujtart. Mirë po, nëse Allahu dhu xhelal më mundson që të ballafaqohemi me mushrikët në një betejë tjetër, do ta nxjerr në shesh Allahu punën time çka ka më bë. E kur ndodhi betejë e Uhudit dhe dështuan në fillim muslimanët, atëherë tha Anas ibn Nadri: o Allah, kërkoj faljet e ti për atë që bën muslimanët, dhe distancohem të këti për asaj që bën idhujtarët. Dhe unis në betejën e Uhudit, dhe duke shku mu ballafaqu me radhë e luftës, e takoi Sa'd ibn Muadhin. E i tha: o Sa'd i biri Muadhit, xhenneti është andej pasha Zotin e fisit Nadhr, e nuhas aromën e xhennetit afër Uhudit. Thot Sa'd ibn Muadhi, që ishin bashk në radhë e luftës, thot: vallahi ja Rasulullah, nuk munda të bëj atë që bëri Anas ibn Nadri. Dhe mori hujum edhe u vërsul radhëve të idhujtarve, edhe u vra në atë betej. Thot: fa wajadnahu bihi, e kur e gjetëm gjenazën e tij,
e gjetëm të goditur me 80 ca goditje. Goditje me shpat, goditje me shtiz, goditje me shigjet. E gjetëm të vrarë dhe e kishin masakruar idhujtar gjenazën e tij. Nuk e njofti askush prej dëmtimit të gjenazës përveç motrës së tij edhe atë me majet e gishtave të tij. Thot Enesi, transmetuesi i kësaj ndodhie, thot në kohën tonë mendonim se ajeti në surën Al-Ahzab ka zbrit për këtë Enes ibn Nadrin dhe të ngjashmit me ta, minel mu'minina rijalun sadaku ma ahadullahi alayh, prej burrave, prej njerëzve ka burra që e kanë qunë vend amanetin që e kanë dhënë Allahut, fa minhum man qada nahbahu, e prej tyre ka që e kanë dhënë jetën në këtë rrugë, wa minhum man yantadhir, dhe prej tyre ka që presin, wa ma baddalu tabdila, dhe ata nuk e kanë ndryshuar këtë rrugë. Pra, një sekuencë e shkurt nga një ndodhi e madhe e rëndësishme në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, flijimi, sakrifica, dhënia e mundit të njërit prej ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që quhej Enes ibn Nadr. Dhe normalisht ja vlen secili prej nesh shpesh me lezu tregimet nga jeta e sahabeve, ndodhit nga koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për me pa ku është që mos të rritet mendja dikujt për neve dhe të mendon se ka mri shumë. Se kur shef flijimin e tyre dhe atë që e bëjmë na, sakrificën e tyre dhe mundin e vogël që japim na, dhe thotë dhënien e kontributit maksimal të tyre dhe një lodhje së vogël që e bëjmë na, e merr vesh dallimin e madh mes tyre edhe nesh. Tregim interesant nga një moment i rëndësishëm në betejat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ndodhit e muslimanëve. Beteja e Bedrit, pse s'kan marrë pjesë një pjesë e madhe e sahabëve në betejën e Bedrit? Se s'ka qenë obligim. Ju e dini, kur është qarup e hoxhallarëve apo keni lexuar në librat e biografisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, beteja e Bedrit ndodh pa përcaktim, pa planifikim paraprak. Muslimanët nisën me e përcjell karavanin e idhujtarëve. Edhe largohen larg. Edhe takohen domethënë në vendin Bedr për shkak të ujit që ka qenë aty. Edhe ndodh beteja. Dhe për këtë shkak një pjesë e madhe e sahabëve që s'kan marrë pjesë në betejën e Bedrit, nuk e kanë lënë masdore me marrë pjesë në betejën e Uhudit, sikurse është rasti me Enes ibn Nadrin. Po s'ka marrë pjesë në betejën e Bedrit, ama tash do të mundohem ta jap këtë mundi që të nshesh ajo që mund ta japim na si musliman. Për të ngadhur kjo fe dhe për triumfu këtë din, karshi domethënë idhujtarisë, kufrit dhe mosbesimit. Dhe betejë e Uhudit i ka dy fazat e veta. Fazën e parë e fitores dhe mashtrimit me të mirat e dunjos. Edhe këtu Allahu Dhu Xhelal u thot: minkum men yuridu dunya wa minkum men yuridu al-akhirah. Për juve ka kush e don dunjan dhe për juve ka kush e don ahiretin. Mashtrohen muslimant me prehun e luftës. Dhe normalisht dënshesh aftësia dhe shkallësia ushtarake e njerit prej komandantëve të idhujtarëve në atë kohë, që pastaj bëhet komandant i njohur në Islam. Ajo është Khalid ibn Velidi. Në betejën e Uhudit Khalid ibn Velidi është ka idhujtar, nuk është ka muslimant. Edhe atë kthim të betejës e bën ai me aftësitë e tij ushtarake. Dhe normalisht dënshesh çka do të thonë respektimi i urdhit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me çdo kusht. Sikurse ka kishte dhënë urdhin, do thot shënjestarëve
me shigjetet e tyre që mos ta braktisin atë kodrin të vogël në atë vend të rëndësishëm. Dhe pësuan disfat muslimanët, dhe kjo i shtyri të sinqertët prej muslimanëve me dhonë edhe një hujum të ri për mos me dalë humbës në këtë betejë. Dhe normalisht beteja nuk ishte humbëse për muslimanë, se nuk arritin idhujtarë të hynë Medinë. Ata u kthyin prap, muslimanët e refuzuan me sukses sulmin e tyre, por nuk ishte fitore sikurse në Bedër. Nuk ishte edhe humbje të njerëzve nga ana e muslimanëve, që është humbje në llogarinë ushtarake, mirë po është fitore për muslimanët kuptimin e shahidllukut dhe rënjes si shahid dhe dëshmor në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Nga ky rast dhe ky tregim nxjerrim disa mësime dhe porosi që janë të rëndësishme me i pas parasysh edhe na si musliman që jetojmë në shekullin e 15, do të larg shumë vite nga kjo ndodhi, por ka mësime dhe porosi edhe për ne. Porosia e parë është ajo që e përmenda se betejë e Bedrit nuk ka qenë obligim për muslimanët, andaj një pjesë e madhe e sahabëve s'kanë marrë pjesë, se për të ishte obligativ, për të ishte xhihadi obligativ në të kohë, s'do të mungonte askush. Mirë, po në anën tjetër, ai që ka rastis dhe ka marrë pjesë në betejën e Bedrit, ka hyrë në radhën e grupit më të mirë të sahabëve. Se sikur se flasin ulemat musliman, edhe sahabët rangohen. Më të mirët prej sahabëve janë ashara al-mubashirin bil janna, 10 të përgëzuarit me xhennet. Aty i hynë 4 halifët e parë, Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu radiallahu anhum ejma'in, edhe Saad ibn Muadhi, të më thonë sahabët tjerë që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij të dëshmimit se ata janë banorë të xhenetit. Pas tyre si kategori vijnë pjesëmarrësit në betejën e Bedrit, që janë më shumë se 10, përafërsisht 300 e kusur ashab të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka e marrin vesh këtë dallim të këtyre 300 burrave prej sahabëve tjerë që kanë qenë 124.000 në hutbën lamtumisë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e marrin vesh prej hadithit që Gjibril alayhis salam i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kë e llogaritni më të mirë në mesin tuaj, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pjesëmarrësit e Bedrit. Thot Gjibrili, edhe na te melaqet, ato melaqe që kanë marrë pjesë në Bedër i llogarisin më të mirë. Do të edhe melaqe që kanë marrë pjesë, edhe nëse lexoni ajetin në surën Anfal që flet për betejën e Bedrit, e shihni atje se si Allahu i ka ndihmuar besimtarët me melaqe që kanë ardhur radhë. Edhe ato melaqe që kanë marrë pjesë në Bedër janë më dalluar prej melaqeve tjera, ashtu sikur se sahabët që kanë marrë pjesë në betejën e Bedrit janë më dalluar prej sahabëve të tjerë. Pra, këtë mirësi pse? Për shkak se kanë qenë pjesëmarrës në betejën e parë, por më të rëndësishmen ku u thehet kurizi i idhujtarëve, është ballafaqimi i parë mes monoteistëve dhe idhujtarëve, besimtarëve dhe kufarëve, dhe ndodh fitoria në krahun e muslimanëve dhe fillon thyerja e forcës së idhujtarëve dhe humbja e autoritetit që kanë pas kurëshitët në gadishun arabik. Andaj ishte fillimi i fitoreve të muslimanëve, për atë dhe kishte rëndësinë e madhe. Dhe për këtë shkak ata që kanë rastis në atë betejë janë sahabët më të mirë mas 10 të përgëzuarve me xhenet, sikur se i kanë ranguar ulemat e ehli sunetit në këtë çështje. Mesela tjetër që del prej këtij rasti dhe kësaj ndodhie, ajo që është edhe titulli i kapitullit, se muslimani duhet të aflion veten në rrugt të Allahu subhanahu wa ta'ala, nëse ka nevoj edhe me ra dëshmor në atë rrugë. Do të flion pasurin, flion kohën, flion djersën, po se të ka nevoj e flion edhe jetën për Allahun dhul xhelal. Dhe kjo neve ne bën të qartë se kur të vjen puna
me fliu diçka prej pasurisë, ose diçka prej kohës, ose diçka prej mundit, mos me llogarit shumë, po më njëherë me dhon kontributin. Sepse njerëzit kanë dhënë jetën, edhe se ka llogarit as pak atë gjë. Nuk e ka bërë të madhe. Ka shku në betejë me një qëllim, vetëm të shkon dhe të vritet në atë betejë, të bëhet lanë djegëse e ecjes përpara të umetit islam. Se njërit për ashabëve kur vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas betejës dhe ndon fitimin preun e luftës që ka fitu, edhe i vjen rendi njërit për ashabëve, mi ando. Shikoni, thot ja Rasulullah, nuk të kam ndjekun e ty me fitu dynjon. Se shpesh na bën neve vakim muslimant kur flasim, e une a du të me fitu i varfëna? E une a s'du të me fitu? Une si të bëna i devotshëm, do më thonë, zban me konë pasanik, nuk themi na që zban, mirë për islami s'ka ardhë ty me siguru pasuri. Islami nëse ka ardhë me siguru diçka, siguron rrugën halal për të fitu pasuri, vetëm. Asa kime fitu pasuri, është puna jote, edhe normalisht është për taktimi Allahu dhu gjerat. Ama, ka ardhë për të dhonë lumëturin në shpirt, kënaqësi në shpirt, edhe normalisht shpëtim edhe fitim në ahiret. A ne kur ja jep këtë pasurin ati ashabet, të ja Rasulullah, nuk të kam ndjek unë e ty për me fitu pasurin. Unë të kam ndjek ty që të flijohem për këtë fe, e të vritem këtu në qafë, në këto beteja, e të fitoj xhenetin. Do të thjesht nga tishmëri e plot për flijim total në rrugën e Allahut dhul xhelal, që normalisht sot në këto do thot joshje edhe tërheqje të dunjos është shumë vështirë kështu me mendu, e jo më me bo. Ama duhet muslimani vazhdimisht me bo tërbije vetën e tij, me eduku vetën e vet, që jetë i gatshëm me fliju në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Porosia tjetër që del nga ky hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se besimtari e çon në vend premtimin e vet dhe përmbush marrveshjen e tij, edhe nëse i vjen rënd apo shkakton shkatrimin e tij. Majnë men. Muslimani e realizon premtimin e vet, e përmbush marrveshjen e tij, edhe pse në këtë rrugë shkakton shkatrimin e tij. Kur ta jap fjalën e çej, edhe nëse është ndamin tem, edhe nëse unë dëmton, e dhash fjalën. Fjala nuk kthehet prap. E blidhëm marrveshja nuk prishet. Edhe nëse shkon në kulizin tem, në ndamin tem. Edhe kështu e dha fjalën Anas ibn Nadri radiallahu anhu dhe e çoi fjalën vend edhe pse u vran këtë betejë, edhe do thot u masakrua, sa që kishte në trupin e tij 80 e kusur plag dhe nuk njihej për plagëve të shumta që kishte në trup, sa është ai apo nuk është, derisa nuk erdhi motra vet me njoft prej gishtave të tij. Den shesh mësimi dhe porosia tjetër, do të bindja e madhe dhe imani i plot që kishte Anas ibn Nadri radiallahu anhu. Do të kishte dyshim as pak në premtime që ja ka dhënë Allah. Dhe çka tha? El jannatu duna Uhud. I tha Sa'd ibn Muadhit, tha xhenetin e kena çatit e beteja e Uhudit. Do kush e thot këtë fjalë? E thot ai që ka bindje të plot, ka iman të vërtet, e din se do thot në flijimin për Allah është xheneti. Bile edhe më shumë se kjo, thot inni, thot enuhas aromën e xhenetit. Enuhas aromën e xhenetit. Para do thot është transformim edhe fizik, se aroma e xhenetit nuk nuhatet në dunjë. Sa është ahiret. Mes dunjës dhe ahiretit ka perde, berzahu, mirë po besimtari me bindjen e tij dhe imanin e plot arrin nivel mbi njerëzor. Edhe fillon me nuhat atë që se nuhat çdo njeri. Transformim edhe fizik. E nuhat aromën e xhenetit. Prej kajt vjen kjo? Prej imanit, bindjes, vendoshmërisë, sakrificës dhe flijimit që e ka bërë ky burr.
Porosia dhe mësimi tjetër që del në shesh është se imani i plot i besimtarit është mes mangësisë dhe teprimit. Edhe kjo është rruga e ehli sunnetit çdo herë. Andaj Enes ibn Nadri radiallahu anhu u gjet mes mangësisë së muslimanëve në betejë, në fillimin e betejës, që u mashtruan, u dobësuan, u ligështuan dhe normalisht dështuan. Por muslimani i mirë, edhe këtë rast, çka thas Enes ibn Nadri, a'tadhiru ila Allah, kërkoj arsye te Allahu për dështimin e muslimanëve. Nuk i shajti, siç ndodh me ne sot, nëse dikush për muslimanëve ton gabon, dështon, në punë të përditshme të fesë, na hipin për mikrije, edhe ai nëse ka ra, na e mbysim këtë. Nëse ai ka rshit, na erzojmë për tokë këtë. Nëse ai ka qenë pak i dopt, na ja marrin frymën këtë. Ja zon frymën këtë. A shikoni sahabët e bën një gabim me një rast shumë të rëndësishëm, betejë. Nuk ishte punë e vogël. E nuk shkum ta me shanjë, me thonë, se kemi nazarant në futball të lujt, nëse dikush për neve e huq, diçka i hipin për mikrije, 100 shamë ja çojmë. Jo në fe. Po në fe nëse ndodh gabimi, sikur se ka ndodhur këtë rast. Edhe bëhet sebeb i dështimit. Çka ka bëu Enes ibn Nadri, shikoni, pra Allahu dhu xhelal e zgjodhi edhe e bëri shahid në këtë betejë. Tha, o Allah, kërkoj arsyet e ti për atë që bënë muslimant. Më falva atyve se njerëz janë. Normalisht që ka mundësi me gabu. Dhe qka? Wa abrau ila Allah mimma sana haula, dhe distancohem të ti Allah nga puna i dhujtarve. Kjo do të qka ishte flijimi dhe sakrificë e tyre për të kodë. I dhujtari ka artë për Mekë, ka udhëtue 400 kilometra, do të kalume në atë kohë është dashur me udhëtu 2 javë në kom, ose me deve, ose me mjetë bartës, 2 javë me udhëtu për me ardhë me luftu hakun të vërtetën. Do të sakrificë e madhe në në tjetër për të kotë, për zullum, për kufër. Qka boni Enes ibn Nadr, e tregoj diferencimin e ti nga veprat e idhujtarve, që s'kam qef une me u përli. O Allah, rujën prej punës që e bëjnë idhujtarët. Andaj, kjo neve në ndojë shpesh, për me bo një paralel, e gjejmë një anë muslimanin e dopt, e lisht, pa vullnet, pa ambicje, pa dëshirë, për të bodi shka, edhe në anë tjetër e gjejmë të keqen, qoftë ai gjunaqara, për qafira, po, i cili nuk nales për punët e veta, vazhdimisht punon, vazhdimisht lëviz. Andaj, Omeri radiallahu anhu, çka thojke? Allahumma inni a'udhu bika min jaladil fajir wa azzi thika. O Allah, rujum prej insistimit të keqit, insistimit në veprat këqija për të keqit, dhe nga paaftësia e të mirit. O Allah, rujum. S'mundet me u kuptuar logjikën e muslimanit. Muslimani me iman, me pejgamber, me namaz, me ibadet, me kon i lodht, pa vullnet për jetë, pa vullnet për projekte, pa energji për aksion, anën tjetër jo besimtari, pa din, pa iman, ose ai tjetër besimtari do me gjunahe, pa ibadet, me pas vullnet edhe energji për jetë ma shumë se muslimani. S'mundet. Andaj duhet se cili na me ka pak me dridhe, qopi gjumit, halajet u fleta, halati për inhazera. Ku është puna jote? Ku është projekti jote? Ku është kontributi jote? Ku është sakrifica jote? Çka bën ti javën e kaluar për Allah? Çka bën për këtë din? Ku është projekti jot? Ku është puna jote? Ku janë rezultatet e punës tone? Hala jetë u priti me marr, hala se e bën me dhon deri kur? Andaj Allah ruajm nga insistimi i keqit edhe pavësia e të mirit. Theke Omeri radiallahu anhu, për me bo umetin islam, umet i aksionit, umet i aktivitetit, umet i lëvizjes, edhe umet i kontributit dhe flijimit. Gjithashtu premtime dhe porosive që dalin shesh, është se muslimani, besimtari, mujahidi i sinqert, do të është ai që
është nis ka Allahu dhu xhelal dhe kujdeset vazhdimisht me arrit gradën e shahidit për të filluar me nuhat aromën e xhennetit, e cila normalisht pastaj i jep vullnet edhe më tepër me vazhdu në këtë rrugë. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot: "Men lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsuhu bil ghazwi mata ala shu'bati min nifaq." Kush nuk ka marr pjesë në betejë apo se ka përgatit veten për me marr pjesë në betejë, ai vdes me një degë për degëve të dyftërsisë, të munafiqllokut. Në anën tjetër, men sa'ala Allah ash-shahadata bi sidq ballaghahu Allahu manazil ash-shuhada wa in mata ala firashihi. Kush kërkon për Allahut sinqerisht dhe me të vërtetë shahidllëkun, Allahu ja mundson atij këtë gradë edhe nëse vdes në shtratin e tij. Shikoni këta dy hadithe. Merrni edhe filloni me menu. Çka lyp prej teje kjo fe? Pra, lyp mundin, përpjekjen, sakrificën. Mos t'jesh indiferent, mos t'jesh pasiv. Por t'jesh aktiv, i gjallë, në lëvizje, në punë. E pastaj, edhe nëse nuk arrin qëllimin, edhe nëse nuk bie dëshmor, edhe nëse nuk filiosh i tëri për këtë fe, spaku e merr e fiton gradën e shahidit. Kjo nuk është punë e vogël. Por sikur se ka ardhur kush e lyp me sinqeritet një gjë edhe e mrin. Kush e lyp me sinqeritet një gjë edhe e mrin, e ndihmon Allahu dhu xhelal me arrit atë qëllim. Dhe porosia tjetër që del nga ky rast dhe kjo ndodhi është, do thot, urtësia ose mundësia e gjykimit me argumente shtesë. Për shembull, motra e Enes ibn Nadrit kur erdh me vërtetue gjenazën kufomën e Enes ibn Nadrit, nuk mujti me e hetue ose me e verifiku nga ftyra, se nuk njihej prej plagëve, por filloi me argumente dyta. Për argumenteve dyta ishin, domethënë, shenjat e caktuara që kishte në gishtat e tij dhe u bë sebeb kjo për mu hetu se kjo kufom, kjo gjenaza është e Enes ibn Nadrit radiallahu anhu wa ardahu. Pra gjithashtu, prej mësimeve që dalin nga ky rast është mënyra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në thirrjen e njerëzve në fe. Ajo është, domethënë, thirrja edhe mallëngjimi ose futja e mallëngjimit në zemrat e besimtarëve për të flijuar për këtë fe dhe për fituar të mirat që ofron kjo fe. Dhe çesh flijimi i madh i sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe xhihadi i tyre për ta përhapur këtë fe. Dhe prej mejdaneve të Davetit del çesh gjithashtu se edhe prej mejdaneve të Davetit është lufta kundër të keqes dhe flijimi në këtë rrugë dhe mbrapsja e të këqijve, se jeta vazhdimisht ka u zhvillu mes dy poleve. Polit të njerëzve të mirë, besimtarë në Zot dhe flijues për kauzën e tyre dhe të këqijt që e mohojnë Zotin edhe që vazhdimisht mundohen me harxhu pasurinë e tyre për ta ndalë përhapjen e të mirës. E ti dush me qenë i përgatitur, me qenë i pranishëm në çdo mejdan. Jo vetëm mejdanin e fjalëve, por në mejdanin e fjalës, mejdanin e ibadetit, mejdanin e sakrificës me pasuri, mejdanin e sakrificës me mund, mejdanin e sakrificës me gjak, aty ku thret thirrës i Islamit, me qenë i përgatitur me u gjind në advent. Pra këto janë disa prej mësimeve dhe porosive, edhe pse padyshim që mësimet dhe porosit që mund të nxjerren duke folur për këto betejë të mëdha janë shumë edhe më shumë, mirë po, sikurse e kemi bë, do thot, zakon dhe tradit që mos ta zgjasim shumë. E lutim Allahun dhu xhelal që vazhdimisht i kemi shembull në jetën tonë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kuptimin e tyre të fesë, në adhurimet e tyre dhe në flijimin e tyre për këtë fe, duke e lutur Allahun që na jap dije të dobishme dhe vepra të mira, na jap hajër dhe bereqet në dunjë dhe në ahiret. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.